Në datën 3 tetor është mbledhur kuvendi komunitar i krajinës së Dukatit, ku është folur për pronat dhe nismat e IKMT-s për shembjen e ndërtimeve pa leje. Për më shumë mbi këtë organizim do të zhvillojmë një bisedë me organizatorin e këtij kuvendi, Edviol Kulluri. Përshëndetje zoti Kulluri. Përshëndetje. Pse lindi nevoja për të mbledhur kuvendin e Dukatit? Kuvendi Dukatit në fakt nuk është mbledhur tani është një rimbledhje, është një riorganizim i kuvendit. Kuvendi Dukatit është mbledhur në 19 qershor 2010. Po. Dhe janë mbledhur herën e parë, janë mbledhur 800 burra Dukatas, që kanë qenë gjithë nga fshati Dukat. Ndërsa herët e tjera janë mbledhur të gjithë banorët, burra, gra, mbi moshën 18 vjeç të Dukatit, ndërsa kësaj radhe u mblodhen nga gjithë krajina e Dukatit, domethënë nga Orikumi, Dukati, Tragjasi dhe Radima. Kush janë përfaqësues të këtij kuvendi dhe cilat janë shqetësimet kryesore që janë ngritur në këto takime? Përfaqësues të kuvendit të mirëfillt nuk ka, sepse kuvendi është një institucion demokracie të drejtë për drejtë. Pra çdo banor përfaqëson veten e tij, me atë që ti jesh 18 vjeç, edhe të jesh banor i kësaj krajine, ose ti përkatësh me origjinë kësaj krajine, edhe të jesh në përkrahje të veprimtarive të kuvendit dhe quhesh antar i kuvendit. Kështu që nuk ka një përfaqësi të mirëfillt, por ne zgjedhim grupe pune kur e kërkon nevoja. Dhe për çfarë lind nevoja për të zgjedhur këto grupet e punës? Cilat janë disa nga shqetësimet kryesore? Shqetësimet kryesore që kemi ne tani janë disa. Ato nuk i përkasin vetëm njërit nga vendeve, domethënë po i përkasin disa vendeve të krajinës. Një prej tyre është mos certifikimi i pronave prej 35 vjetësh që kemi kërkuar me këmbgulje. Si pjesë të mos certifikimit kemi dhe problemin e falsifikimit të dokumentave të pronave, ku janë grabitur masivisht qindra hektar të krajinës tonë me dokumenta, se fizikisht ne i posetojmë ende, janë grabitur duke u falsifikuar këto dokumenta dhe duke pretenduar që janë të personave të tjerë, duke mos marrë parasysh të drejtat e banorëve të kësaj krajine, të cilët janë në përgjithësi janë pronar të shumë hektarëve, flasim nga pronat e para 45, para 24, ose janë që kanë përfituar nga ligji 751. Në përgjithësi, shumica e banorëve kanë nga të dyja, domethënë, unë për shembull jam që kam edhe pronat vjetra të mbi emri fisi im ka rreth 750 hektar tokë nga të trashëguar nga e vjetra, siç kanë shumë nga vllazëritë dhe fiset e krajinës tonë. Por jam edhe përfitues nga ligji 751 në një pjesë, që është shumë herë më e vogël se sa toka e vjetër që unë kam. Tani, shtetin edhe ato të vjetrat nuk na jep, nuk na i njeh, dhe pse ne kemi certifikata pronësie të kohës së zogut, kemi tapite të Turqisë, kemi dokumenta të vjetra që na njohin si pronar. Nga ana tjetër, edhe tek tokat që na ka dhënë me 7501-shin, na kanë bivendosur me persona të tjerë, me letra të falsifikuara, ose me procese që ne nuk kemi paraqitur fare, nuk na kanë kërkuar të falë. Dhe na kanë thënë. Ju kuptoj, pse akuzoni qeverinë që kërkon t'ju marrë pronat për t'ia dhënë oligarkëve? Çfarë indicje keni? Folet për falsifikim të dokumentave, po ku niseni? Nga niseni për të dalë në tilla përfundime? Nuk akuzojmë qeverinë, të mos keq kuptojmë. Ne nuk kemi pretendime partijake dhe politike. Ne akuzojmë të gjitha qeveritë, jo qeverinë. Të gjitha qeveritë e 33 viteve të fundit, që nga 91-92 kanë qenë bashkëpunuese dhe në unison kundër të drejtës tonë. Sepse nuk na kanë dhënë të drejtën e pronësisë. Domethënë jemi banor autokton me qindra edhe ndoshta edhe me mira vite disa nga fiset tona, dhe ata nuk na japin. Edhe pse kemi punuar, unë kam qenë jurist vetë tek timi i pronave, kam qenë jurist specialist dhe pronat e fisit tim nuk i merja dot, po ashtu dhe të gjithë bashkëtarëve dhe të gjithë
bashkëkrajnorëve të mi. Kishte një blokim të qartë. Dhe sot aktualisht janë dhënë masivisht me qindra hektarë në emra njerëzit dhe mbi emra që nuk i takojnë fare krajinës tonë. Disa e kanë marrë gjoja nëpërmjet proceseve të ligjshme si kompensim prone, disa e kanë marrë me falsifikime dokumentash. Por rëndësi ka kjo që si mund ta marrë dikush tjetër në krajinën tonë, kur ne jemi këtu me qindra dhe me mijëra banor që jemi pronar të vjetër dhe shteti nuk na njeh neve, po vetë sjell një tjetër këtu dhe na kompenson atë tjetrin në tokën tonë. Kush janë oligarkët që kanë marrë më saktë pronat në Bregdet? Unë nuk mund të flas kush janë oligarkët që kanë marrë pronat në Bregdet, por oligarkët janë ata 5-6 që janë gjithë Shqipërinë. Edhe ata janë që pretendojnë, i din gjithë kush janë tani, nuk është nevojë ati zëvun me emra këtu që të ruajmë dhe pak vete, nuk kupton se jemi dhe në trysni dhe në rrezik, nuk kemi frikë, se frikë kemi, jo. Frikë kemi se ne të gjoj, ja ku jemi këtu. Shikoj, këtu është vetëm një grup shumë i vogël me djemë, me burra, ne jemi me qindra këtu edhe jemi të provuar. Nuk është nga jo, po nuk doa të flasë me emra. Ju kuptoj. Janë oligarkë ata që janë, 4-5 oligarkë që janë, ata pretendojnë që ta marrin, edhe pastaj kush ka marrë certifikata pronësie me letrat falsifikuara apo me mbivendosje të pamerituar, ata janë shumë thjesht bulojnë të kush janë, nuk i kemi ne certifikata si banori. Për të vazhduar këtë që thoni. Po, më falë. Më falni ju që ndërpres. Ju thoni që shumë prona në Dukat janë falsifikuar dhe i kanë marrë njerëz që nuk banojnë aty. Ju keni qenë dhe jurist, po thoni, dhe e njihni shumë i ligjin edhe procedurën. Si mendoni se ka ndodhur kjo gjë? Si janë keq vendosur, mbi vendosur, falsifikuar këto dokumenta? Kjo gjë ka ndodhur nëpërmjet pushteteve dhe qeverive të këtyre 33 vjetëve, të cilët që të gjithë na kanë gënjur neve, që të gjithë na kanë keq trajtuar, na kanë në përkëmbur, edhe kanë favorizuar njerëzit e tyre, oligarkët e tyre, klientët e tyre, i kanë sjellë këtu në krajinën tonë, jo vetëm në Dukat, edhe në Tragjas, edhe në Radhim, edhe në Orikum. Dhe ne jemi të gjithë bashkë, nuk është vetëm Dukati. Dhe i kanë sjellë këtu dhe ju kanë bërë dokumenta pronësore të pamerituara. Kanë vendosur disa frontmen, ta themi shkurt dhe qartë, disa njerëz pasat aty, dhe mbas tyre janë vetë. Edhe se ta njerëzit nuk kanë as me të vjetër, as me pronat e vjetra, as para 25, nuk është të kanë qenë pronat të mëdhenjë. Vetë një 2 familjeve i këtyre ishtë figarve, që kanë marrë pronë këtu dhe ne, të tjerët janë ose deputet partish, ose njerëz nga ta oligarkët e rinjë të këtyre 30 viteve të fundit, që i kanë vendosur pushtetet dhe partitë e 33-35 viteve të fundit me qëllim që të përdorin për të na trapitur neve pronat. Sepse krajina jonë është, tani e themi pa modesti, po është e vërtetë, është zona më e bukur në Shqipëri, është Bregdeti më i bukur. Janë vetëm zona e Dukatit ka 53 kilometra Bregdet. I gjithë jetë përpojt e i virgjë, është Bregdeti Karaburunit, ka derdhja i lumit i Zvorit e deri Karaburunit deri në Bralet e Green Coast që ka bërë ky. E kuptoj. Përveç kësaj ishte Bregdeti Radhimës edhe një pjesë e Bregdeti Tragjasit, qati Tragjas, që këta e kanë marrë, ju a kanë dhënë njerëzve të tyre. Si ka ndodhur kjo juridikisht? Shumë e thjeshtë kanë bërë, ndërkohë që ne kërkonim të drejtën tonë pronësore, ta nuk na i kanë dhënë neve, se ne kemi bërë përpjekje, kemi bërë luftë në tonjza, do me thënë, i mbani më të gjitha ato përplasjet e 2010, që jemi përplasur ne me forcat policore dhe mercenare që vinin për të na shtypur për drejtën tonë. Gjatë kësaj kohe këta nuk na jepnin neve, po ju kanë bërë dokumenta pronësore këtyre dhe neve na kanë bllokuar totalisht. Nuk na kanë dhënë asnjë metër katror. Na kanë bërë sikur ne nuk ekzistojmë fare këtu. E kuptoj. Edhe ju ajo kanë dhënë këtyre njerëzve. Ndërkohë, çfarë dokumentash keni marrë nga IKM? Çfarë kërkohet të shembet në atë zonë? Nga IKM-ja nuk kemi marrë ndonjë dokument, kemi marrë vetëm intimidime ose të themi si paralajmërime gojarisht. Dhe kërkohet të shembet shqip dhe qartë çdo lloj biznesi që është në vende strategjike, në Bregdet, në parkun e Llogorajit,
janë biznese që kanë nga 20-30 vjetë që janë ndërtuar, kryesisht janë një katëse, maksimumi mund të jenë 2 katëse me dru, me materiale ekologjike, nuk kanë, nuk ka beton. Dhe gjitha këto biznese, anës të lumejve, anës të lumit të izvorit, që kemi këtu një lumë, sepse synohet që të, të themi, ne kemi një bindje, këtu synohet të na shpopullojnë, se po ikën këto biznese, krajina jonë mori fund, se këtu nuk ka shi vetëm i burim ekonomik. Përveç të ardhurave të emigrantëve si vetëm burim ekonomik, në qoftë se neve na prishin dhe këtu vinë bëjnë restorët e oligarkët, banorët e krajinës tonë do largohen dhe këtu do shpopullohet përësisht, do ngelen oligarkët me punëtorët e tyre që do jenë nga shtetet tjera, nga India, Bangladesh, Maroko, se nga do vinë ata, si që kanë sjellë tani, se një pjesë e këtyre oligarkëve provincial që janë këtu kanë sjellë për shumë punëtor nga Uganda, nga Kenya, nga Bangladesh, nga vëndet ndryshme që i shikojnë për ditë, ne kanë sjellë nga 50 veta, 30 veta, 100 veta, dhe asë punëtor nuk nga marrin neve këtu. Që ne jemi pronarë të këtyre vëndeve, duan të na rrëzojnë ndërtesat, me qëllim që të grabisin pronat letë të kollaj, pastaj, sepse po të mos ketë ndërtesa është thjesht për ata, vinë me një grumbull policë aty dhe na thonë neve kjo tokë është me pronarë, largohu. Ndërtesat shërbejnë përveç se për të na dhënë ekonominë neve dhe të gjithë krajinës, shërbejnë edhe për të mbrojtur territorin, sepse janë një farë posedimi territorial që bëjmë ne si banor de facto. Dhe këta duan të prishin këto ndërtesa. Duan të prishin ndërtesat e gjithë dukatatve që janë llogora dhe gjithë krajinorëve tanë që janë llogora, duan të prishin dhe ndërtesat që janë përgjatë gjithë bregut të tetit të krajinës tonë dhe përgjatë lumit dhe edhe ato ndërtesa që janë brenda vetë banimeve teorikumi që kanë funksione ekonomike, bizneset vogla të mesme. Ju kuptoj. Zoti Kolluri, dua t'ju pyes për këto që ju po thoni, pra për intimidimet i IKMT-s edhe nuk e di nëse mund të përdor fjalën e dur, kërcënime, jo dokumenta. I keni diskutuar me përfaqësues të pushtetit vendor apo edhe me institucione të tjera, a e keni trajtuar çështjen edhe me këto institucione? Shiko, mbas kaq kohë demokraci ose gjysmë demokraci ose pseudodemokraci, të mos bëjmë hipokritin, janë të gjithë të kapur nga partitë e pushtetit. Janë të gjithë kapur, nuk vlen fare, nuk. Po deputeti i zonës që ka marrë votat tek ju është përgjigjur? E keni kontaktuar? Ne nuk dim që kemi deputet, nuk i njohim fare. Nuk ja ku janë të gjithë këtu, nuk i njohim fare, s'dim emrin si e kanë. Më kupton? Sepse edhe skema e... Po nuk është bërë fushat tek ju? E kuptoj, po fushat elektorale nuk është bërë në zonën tuaj? Nuk ka ardhur dikush të kërkoj votën? Jo, fushat elektorale është bërë, po problemi është që deputetët nuk kanë me lidhje direkt me popullin, sepse kanë detyrim dhe besnikëri vetëm ndaj partive që ju vendosin emrin listë. Nuk është më ai sistemi parë, majoritar ose gjysmë proporcional, gjysmë majoritar që deputeti vinte bënde edhe një farë fushate, kishte edhe një farë përgjegjësie. Sot ai e ka vetëm ndaj kryetarit partisë që i vë emrin, nuk ka më lidhje me ne fare. E qartë, e kuptoj. Zoti Kolluri, çfarë hapash? Po të lutem. Të bëj një taktësim. Unë nuk them që nuk ka njerëz, edhe deputet, edhe nga institucionet vendore që janë dashamirët na inesh. Problemi që është që edhe atë dashamirët që kanë janë të pafuqishëm kundrejt planeve të mëdha të oligarkisë dhe të establishmentit të pushtetit 35 vjeçar. Më kupton, dhe ata nuk guxojnë. Na i thonë dikush mund dhe na thotë shumë në prapasken që shikon nuk kemi çfarë bëjmë. Ju kuptoj drejt. Ka ngelur vetëm denoncimi ligjor, denoncimi në organet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, dhe ndoshta edhe të gjyqëtorit ndërkombëtar si Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut e tjera, edhe rezistencë popullore komunitare. Këto janë hapat që do të ndërmerrni, por derisa të shkoni në Strasburg tek Gjykata Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, duhet të ezauroni të gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri. Ju keni nisur? Ne nuk, në mënyrë komunitare nuk e kemi nisur, do të nisim tani, për këtë jemi shumë të ndërgjegjshëm dhe jemi absolutisht pesimist për sa i përket drejtësisë që do na jap gjyqëtori jon shqiptar, që sipas nesh, se ne kemi 35 vjet në gjykata, ky gjyqëtor jep pa drejtësi, nuk jep drejtësi. Nuk jep drejtësi, se ne kemi 35 vjet në gjykata dhe nuk na japin të drejtën tonë. Kështu që
e kemi totalisht humbur besimin tek drejtësia shqiptare. E kuptoj. Ne do ta ezaurojmë si proces. Po besimin më të madh e kemi ndoshta tek mirëkuptimi i institucioneve ndërkombëtare dhe tek rezistenca jonë komunitare që jemi shumë të vendosur. Jemi një numër i madh banorësh, të cilët janë të vendosur të bëjnë rezistencë. E kuptoj. Se si do ta bëjnë rezistencën, atë do ta shikojmë, do vendoset bashkarisht aty në kuvendin komunitar, por krajina jonë ka një farë historiku për këtë punë. Edhe nuk e di, ideja jonë është kjo që këta pushtetarët duhet i vënë gishtin kokës dhe ne nuk kërkojmë që ata si thua mos futen krajinën tonë, dhe ne kuptojmë që ata janë pushtet, edhe pushteti flasim komplet me këmbë në tokë, tani në gjendje faktike. Pushteti ju jep një farë autoritet, ju jep një farë të drejtë, si thuash, jo të drejtë, po të drejtë fizike që ata vinë dhe të bëjnë ato planet e tyre, po ne duam të na përfshijnë dhe neve. E kuptoj. Planet e tyre, në qoftë nuk themi më këtajt e një fare, po jo të na konsiderojnë që ku ne të ekzistojmë, të na detyrojnë pastaj që të bëjmë rezistencë si bishe tërbuar, që vendoset me shpatula për humnere. Edhe po na vendos në ashtu, ndoshta e them me pak jo modesti, por ne jemi lebër, shumica edhe e kemi kokën me cepa, nuk duhet na shtrëngojnë deri atje. Unë ju falenderoj. Të na marrin parasysh. Ju falenderoj, zoti Kulluri, që folët me ne në lidhje me këtë situatë. Ju në mos gaboj do të mblidheni të dielën sërish për të ndërmarrë veprime, mblidheni periodikisht. E kuptoj. Ne mblidhemi një në 2 ditë ose në 3 ditë, po mblidhen kryesisht grupet e punës, siç janë grupi i djemve që janë këtu, ja po e tregoj në mënyrë të shpejtë. Janë grupe pune, grupe me djem që qëndrojnë në gjendje gatishmërie edhe për mbrojtje fizike, po edhe për të bërë punë të ndryshme si kontaktim me komunitetin e tjera. Jemi një numër i madh djemsh të rinj, përveç se kemi suport nga burrat, nga gratë. Nga familjet tuaja, e kuptoj. Po, jo vetëm familjet, janë edhe një pjesë e madhe e komunitetit krajinor që nuk është direkt e interesuar, na jep suport dhe kemi solidarizimin e tyre. E kuptoj. Mirë, unë ju falenderoj për kohën që na kushtuat dhe shpresoj që ta gjeni të drejtën tuaj atë që ju mendoni se realisht ju takon me dokumenta edhe të trashëguar nga të parët tuaj. Faleminderit shumë dhe juve që na dhat mundësinë, sepse në përgjithësi mediat nuk është të na pasqyrojnë shumë, ju jemi mirënjohës dhe juve që na dhat mundësinë të shprehemi, të shprehim shqetësimin tonë, edhe një thirrje të fundit për gjithë shqiptarët, po edhe për pushtetarët. Gjithë shqiptarëve ju themi të solidarizohen me ne dhe të marrin shembullin tonë për të organizuar në mënyrë komunitare, pa pjesëmarrje politike dhe partijake, për të drejtat e tyre. Pastaj kush ka qejf partit vazhdoj me partit për pjesën politike. Ndërsa pushtetarëve ju bëjmë thirrje që na merrni parasysh, mos mendoni se ne nuk ekzistojmë, sepse do na detyroni ta tregojmë ekzistencën tonë. Na merrni parasysh të gjejmë një gjuhë, të gjejmë një mirëkuptim. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim gjithë shqiptarëve edhe shpresojmë që na ndihmojë e drejta jonë shoqëria shqiptare edhe Zoti. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit me ne dhe unë uroj që ta gjeni zgjidhjen gjithë së bashku. Kemi qenë me Edviol Kullurin, organizatori Kuvendit të Dukatit. Do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe kthehemi në pjesën e fundit, flasim për sport.